Po them unë, e vjetra e pas ka të vështirë të largohet dhe mos them pjesën tjetër pastaj unë që ta kam thënë gjatë gjithë kohës. Që nuk e le njeriu të largohet. Sepse ai gjatë gjithë kohës vazhdon të jetë. Nuk e le njeriu. Se le njeriu zotëri, se kanë investuar për të. E ke fjalën këto shërbime sekrete? Shërbime sekrete nuk e lën Berishën. Po, të largohet. Se s'po që e zvënsosin. Ai mbushi 81 tani, në vitin e 82 të jetës. Po. 81 dhe përsëri nuk e lën të largohet. E vazhdon misionin thonë. Sepse ai mund të jetë edhe 100 vjet, po energjitë e tija dhe ajo situatë që ai prodhon në Shqipëri, ai kontroll që i bën Partisë Demokratike janë pika më problematike që ka sot Shqipëria. Një parlament që nuk funksionon zoti, nuk ka nevojë të kesh mosh. Mjafton që ai të dalë me sy dhe të nxjerr grupin e zjarrit pasaj dhe të bëj atë. Ku është ky grupi i zjarrit Amano Beni Amano? Po pse çfarë? Ku e ke këtë grupin e zjarrit? Grupin e zjarrit ku ke ti? Po ti vetëm ditën që është marrë programi, mjafton shifje të parin që ishte në krye. Që rinde më këmbë dhe gjatë gjithë kohës. E ke fjalën për Gazmet Bardhi? Jo, mos ishte, ai është pjesë për Flamunok. Jo, përsëri se doli tjetri tani. Po kush? Se këta që erdhën tani erdhën tjerët. Po kush? Se deri dje gjithë. Jo, se tha se po të vije grupi i zjarrit Gazmet Bardhi pasaj u përmbyt gjithçka pasaj. Po grupi i zjarrit çfarë kuptojnë në grup zjarrit në këtë rast? Kuptojnë që do marrin armët, të guxojnë. Po çfarë bëjnë? Mbajnë të destabilizuar dhe në kushte jo normale parlamentin. Atje është lufta politike në parlament. Grupi i zjarrit do thotë që ti mos lesh asnjë ditë punoj.